Banorët e komunës së Tearcës me vite përballen me mungesën e ujit për pije, edhe pse u premtua vazhdimisht se kjo problematik do të zgjidhet, gjithçka ngeli vetëm premtim parazgjedhor. Edhe në programet e kandidatëve të komunës së Tearcës prioritet e mbetet ky projekt. Kandidati i Vlenit, Daud Memishi, tha se ka marrë udhëzimet nga persona kompetent, të cilët e kanë rekomanduar vënien në funksion të filtrave natyral, por edhe zgjidhjen e këtij problemi. Me ardhjen tonë në komunë do duhet një herë ndërmarrjen e cila funksionon me disa fshatra të cilët menaxhon në disa fshatra, do duhet ta sistematizojmë ashtu siç duhet edhe në ata fshatra të cilët menaxhon, sepse nga banorët kemi shumë ankesa pasi që shërbimet nuk i marrin në kohë dhe nuk janë potencial për t'i kryer gjitha servisimet e mundshme në ata fshatra që gravitojnë. Kundër kandidati i tij nga AKI, Nazim Taipi, premtoi se çështja e ujit të pijshëm do të zgjidhet brenda mandatit 4 vjeçar të tij si kryetari i ardhshëm i Tearcës. Unë garantoj që brenda këtij mandatit do ta rregullojmë çështjen e ujit të pijshëm. Në të gjithë fshatrat e komunës së Tearcës? Kam dalë vetë dhe i kom pasur se si qëndron gjendja në të gjitha vendbanimet. Nuk është që nuk është investuar as pak. Domethënë janë disa projekte janë në proces. Ato për momentin nuk kanë të ujë të pijshëm, por ato projekte duhet të përfundojnë. Përveç ujit për pije, banorët e komunës së Tearcës përballen me mungesë të kanalizimit. Asnjë nga fshatrat e kësaj komune nuk e ka të instaluar sistemin e kanalizimit, përveç fshatit Tearcë që ka të përfunduar fazën e parë të këtij procesi. Kandidatët premtuan përfundimin e këtij projekti. Ata premtuan edhe zgjidhje për deponitë e egra, investimin në arsim, ndërtimin e stadiumit në këtë komunë dhe largimin e kazinove nga vendbanimet.